Rikonstruksioni i plotë i kopshtit nr. 10 në Vlorë nuk do të përmirësojë thjesht godinën ekzistuese apo cilësinë e jetesës së fëmijëve që e frekuentojnë atë. Ky projekt synon të sjellë një ndryshim të thellë në mënyrën se si konceptohen dhe standardizohen institucionet parashkollore në qytet. Përmes këtij investimi, Bashkia e Vlorës po vendos bazat e një modeli të ri të kujdesit dhe edukimit të hershëm, duke shndruar kopshtin nr. 10 në një shembull që do të ndiqet hapasapi edhe nga kopshtet e tjera. Kryetaria e Bashkisë së Vlorës, Brunilda Mersini, u shpreh se puna në terren po ecën me ritme intensive, madje edhe gjatë fundjavave dhe ditëve zyrtare të pushimit. Sipas saj, ky përkushtim synon përfundimin sa më shpejt të projektit, ndonse kanë kaluar vetëm 2 javë nga nisja e punimeve. Ajo nënvizon se ky investim është vetëm fillimi i një sër ndërhyrjesh që do të kryhen në të gjitha institucionet arsimore në qytet. Mersini shtoi se rikonstruksioni i kopshtit nr. 10 parashikon ndërtimin e plotë ambienteve të brendshme, krijimin e hapësirave funksionale moderne, instalimin e pajisjeve të reja didaktike dhe përmirësimin e të gjithë infrastrukturës teknike dhe sanitare. Synimi është që fëmijët të kenë një midis të sigurt, të ngrohtë dhe të përshtatshëm për zhvillimin e tyre fizik, emocional dhe social. Pashtu investimi do të krijojë kushtet më të mira pune edhe për edukatorët dhe stafin ndihmës, të cilët janë shtylla e parë e formimit të fëmijëve. Prioritet edhe për faktin që është institucioni i rëndësisë veçantë, por duke qenë se fëmijët janë zhvendosur në një ambient tjetër, po përpiqemi fort që ta monitorojmë të kontratë dhe të jemi brenda fateve të ndërtimit dhe të përfundimit të punimeve në këtë. Sapo ka filluar, sepse ka vetëm 2 javë kjo kontratë në zbatim, edhe jemi duke inspektuar me inxhinierë me përvojë të gjata dhe me dorë fillimet e punimeve dhe inxhinierët e firmës dhe drejtuesët teknik të firmës që janë prezent, do përpiqemi së shpejtë të zgjidhim disa probleme të projektit në mënyrë që të jemi pararojë për afatet kohore. Dhe shpresojmë fort që ky projekt të jetë një nga projektet model dhe ta replikojmë edhe për kopshtet e tjera në qytet, sepse në fokusin e Bashkisë së Vlorës, çerdhet dhe kopshtet do të kenë rëndësi shumë të veçantë, sepse fëmijët janë mbi gjithçka. Bashkia e Vlorës ka vënë në qendër të prioriteteve çerdhet dhe kopshtet, duke konsideruar se investimet tek fëmijët dhe investimi në të ardhmen e qytetit është shumë i domosdoshëm. Për këtë arsye do të ketë një vëmendje të shtuar për rikonstruksionin, modernizimin dhe rritjen e cilësisë së shërbimeve në këto institucione. Në vijim, Bashkia planifikon investime të rregullta, identifikimin e nevojave specifike në çdo institucion parashkollor dhe hartimin e një plani afatmesëm investimesh, i cili do të garantojë standarde të njëjta cilësie në të gjithë territorin e Vlorës. Qëllimi është që çdo fëmijë, pavarësisht zonës ku jeton, të ketë akses në ambiente të denja dhe kushte bashkëkohore edukimi. Përmes këtyre investimeve, Bashkia e Vlorës synon të krijojë një realitet të ri për fëmijët, prindërit dhe komunitetin, duke thyer kujdesin parashkollor në një prioritet absolut dhe të qëndrueshëm.